Përshëndetje zonja dhe zotrin, çuna dhe goca, unë jam Aurora Sulçe dhe bashkë nisim Money Hour, është podcasti i ri Fast News Economy, do të jetë një podcast i dedikuar ekonomisë. Do thoni Aurora Bold podcast e ka, gjithë gazetarët kanë me një podcast, gjithë moderatorët kanë një podcast, të drejtë keni. Por është pak ndryshe ky. Do flasim për ekonominë, por jo për atë ekonominë e shifrave, jo ajo që na shikonin në televizor apo kur bëjmë analiza. Do flasim për një ekonomi thjesht, do flasim për paran, do flasim për buxhetin, flasim çfarë na kushton, ku duhet shpenzojmë, ku mund të kursejmë, për gjitha hallet që kemi në fund të ditës ne. Për këtë do flasim. Dhe unë nuk jam vetëm në fakt. Do të prezantoj këtë podcast së bashku me Ervis Sefën. Ervis, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Aurora. E bëmë në fund në podcastin. Më në fund e nisëm se i kishim kohë që po e përgatisnim. E ti s'kishe besim, thoshe, Aurora, se nuk po e merr seriozisht, nuk do e bëjmë. Por si thot populli, më mirë vonë se kur. Jemi tek One Voice në One Connect Hub. Mu në kubin e One-it tek piramida. E falenderojmë në fakt kompani që na mundson realizimin e këtij podcasti. Ndërkaq që të dashur miq, do nisim me një çështje, e cila nuk intereson vetëm vajzave dhe grave. Do flasim për bukurinë. Do ti që së fundmi kanë filluar edhe meshkujt, dhe ky nuk është paragjykim, që ti interesohen për këtë industrinë estetike, industrinë e bukurisë. Kam gabim në Elvis? Jo, ka filluar të ndezëtoj edhe ne. Nuk është keq. Nuk është as pak keq. Ti kështu me telefon, ti ça deli re, ça. Po, pse jo? Duhet të qëndrojmë kohës. Po në fakt nuk po juftojmë që të shikni telefonin. Kemi ftuar sot në podcastin e parë të Money Hour një nga specialistët ekspertët më të mira kësaj fushë. Unë kam kënaqësinë të kem Edisa Deça, është specialiste e mjekësisë estetike. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. 12 vite në treg. Nga të parat. Nga të parat. Unë di dhe emrat që nga personazhet VIP që kurohen tek ty, madje që kur kanë prishur në disa ndërhyrje dhe ti i ke rregulluar. Këto janë pjesë proceset punës. Nuk janë. Ka ndryshuar industria e bukurisë? Është përmirësuar. Është updateuar. Domethënë nuk ka ndodhur ndryshimi vetëm këtu te ne, ka ndodhur në mbar botën, domethënë ne jemi ndjekësa të mirë, më saktë, të gjërave të reja që ndodhin në botë. Por e bukur e kësaj gjëje është që sot njerëzit nuk po shkojnë më drejt alternimit të asaj që quhet beauty. Po shkojmë drejt naturalizimit. Dhe kjo është pjesa më e bukur e kësaj pune. Do me thënë nuk kemi më dhe themi ato buzët shumë të trasha? Ato mozat kanë ato buzët shumë të trasha. Njerëzit e kanë kuptuar që ato buzët shumë të trasha mund të luash deri nga mosha 25, 27 vjeç, pastaj duhet ta stoposh atë lloj sporti, të futesh pak në një ritëm pak më të ngadalt të asaj që quhet mirëmbajtja e vetes. Do me thënë eksperimentimi nuk po e bëjnë me mosha 30, 35, 40, se dështon. Që kur fillojnë? Shiko, për të filluar fillojnë që 18 vjeç, 16 vjeç, 14 vjeç. Do me thënë, dëshira për të bërë ndryshime fillojnë që në atë moshë, kur fillojnë luajnë flokët, luajnë qerpikët, do me thënë, fillojnë që atëherë. Por ideja është që kur fillon një mirëmbajtje e mirëfillt, kur e ndjej nevojën? Ka filluar që e bëjnë kur e ndjej nevojën. Nuk po flas për dikë që punon në televizion, apo që punon në modele, apo që ja kërkon puna, po flas për njerëz të thjeshtë, njerëz të përditshëm. Kur e ndjen nevojën, gjithë kanë filluar ta kthejnë interesin drejt industrisë, asaj që quhet mirëmbajtja estetike. Doktoresha, sa mendoni që ndikon pjesa e imazhit publik apo pjesa e media sociale pikërisht në këtë shtyrjen e asaj që ju thatë, ndjerjes nevojës për të bërë ndryshime apo për të bërë ndërhyrje, sidomos tek moshat e reja? Është tysa kryesore. Po të mos ekzistonte ajo nuk do ishte kjo lloj vale. Është tysa kryesore. Nuk ka. Cilat janë modelet? Nëse ne dikur shifnim revistat maksimumi dhe ndonjë sfilat në televizor, kur kisha kohë, kur të vinte revista ose këta e kanë gjithë ditën 24 orë, domethënë është marketing full option. Cilat janë modelet që ndjekin Edisa? Këngëtarët, aktorët, VIP-at e bërë nga Instagrami, po dhe njerëzit e thjeshtë. Po, numër 1 Kim Kardashian. Preferohet mbas stafetën. Ajo ndryshon modën botë. Ajo ndryshon modën, domethënë këtë vit duam vite të mëdha.
I ka Kimi, i ka gjithë ndaja. I hoqë Kimi, i hoqë në gjithë. Më ndikimi i Hollywoodit apo i Kalifornisë, Është po merr. themi, është edhe në Shqipëri është goxha më sidomos tek mosha e re. Ne jemi ndjeksa të mirë, ta thash në fillim. Pak majmun. Pavarësisht se si mund të jetë për shembull preferenca. Nuk e di tani se është gjithmonë gjithë vajzat, për shembull shoh dhe në palestra. Është një tendencë që stërvisin vetëm pjesën e poshtme të trupit. Po Ndërkohë vërtet. që dhe është gjithmonë kjo tendenca që të kemi vithje të mëdha. Tani kjo preferojmë nga meshkujt ta pyesim Ergisin që e kemi këtu. Nuk ka përshtypje se i pyet njëri më këta. Ty ju serviret gjë. Eksakt, kam përshtypjen se në meshkujve na thuhet, shiko, punohet më shumë mes e poshtë dhe mes e lart nuk punohet më. Dhe kur bëhet ajo oferta më e madhe në treg, çfarë do bësh domethënë, ajo ka ngelur, aty ngelim. Megjithatë, si thot populli, ku ka zë, nuk është pa gjë, kështu që edhe në meshkujt nuk është se s'na pëlqen pjesa. Po kjo nuk është tipike shqiptare. Nuk bëhet vetëm te femrat, ju bëhet edhe këtyre ju lavash truri gjithë ditën. Jennifer Lopez ki Kardashian e tjerë. Okej, kjo duhet jetë e bukur. Po, një pyetje specifike. Me që po flasim për meshkuj, dhe përveç asaj që i pëlqen meshkujve, po klientela meshkuj, për sa i përket çështjeve të mirëmbajtjes apo të bukurisë për te pjesës së palestrës. Është shtuar çfarë lloj kërkesash ka, ku has më shumë problematika dhe pak a shumë cila grup mosh. Shiko, ka filluar dhe sidomos po flas për meshkuj shqiptar. Okej, se dhe kur shkojmë jashtë Shqipërisë, për shembull, qoftë edhe për punë apo për konferenca, e shohim që po krijohen dhe setet e trajtimeve të posaçme për meshkuj, me protokolle të posaçme për meshkuj. Kjo do thotë që kërkesa është rritur. Dhe që nga pas 90-s, domethënë diku te 95-a, 99-a, filloi 2000-shi, kaloi 2010-a, meshkujt u kthyen të gjithë në atë që quhen Metro Guys. Nuk kam nuk kam Greek Gods. Dhe meshkujt e dikurshëm që ne i thosh janë të gjithë të kuruar. Domethënë e theu pak kjo moda e mjekrës, muhabetin, se ju shkëlqen dhe lëkura më shumë se femra. Po kjo më thonë se faji kujt është, mos ndoshta jeni ju vajzat që i pëlqeni më shumë të këtill meshkujt, apo jeni kthyer ose nga pikpamja ekonomike me një krem blyet i lihet gjifti. kursimtar. Nuk mendoj fare që ka të bëjë me pjesën ekonomike, ka të bëjë më shumë me faktin që e bukura shet. Dhe e bukura shet si për meshkuj si për femra, domethënë. Kështu që Për te shakave, kjo është gjë e mirë në fakt, ëh? është shumë gjë e mirë. Është shumë gjë e mirë. Domethënë mund të themi që dhe nuk është gjë e mirë, po. Jo, pikërisht, ama një gjë duhet ta kemi si fakt, edhe duhet ta pranim që po e quaj ekonomia e të bukurës vizuale është diçka e cila është bërë jo vetëm pjesë e përditshme e përditshmërisë tonë, por është diçka e cila gjithmonë po rritet edhe në Shqipëri ose në trojet shqiptare, po them në përgjithësi. Ne mund ta flasim nga të gjitha llojet e aspekteve që kjo të bën mirë për shëndetin, ku diun që tregon gjithë të gjërat, por baza e gjithë kësaj gjëje është vaniteti. Vaniteti është tashmë pjesë e jetës të gjithë qyteteve, metropoleve të botës. Domethënë nuk kam që si do të prezantohesh diku, do të prezantohesh patjetër me një pamje tënde dhe gjithë këtë pjesën, pastaj kur ti hap gojën dhe flet apo kur flet puna jote është tjetër muhabet. Ajo është aset. Nëse përpara pamja ishte aset, tani aset është aftësia jote. Jo, është e vërtet dhe siç thotë edhe ajo aksioma që përshtypja e parë gjithmonë krijon një edhe psikologjikisht është e vërtet. Përshtypja e parë 7 sekondësh i parë krijon impaktin pozitiv ose pozitiv. Domethënë, një gocë me buzë të fryra, me hundën Barbie, shet. me mongzat shu, ç'a impakti ka Ergis kur ti je shef për herë të parë? Shet. Të blen pra ti je i blerë le të themi në pamje të parë. Derisa të filloj të flasë, aty pastaj duhet parë. Tam pra. Aty fillon aseti që oj kjo nuk e ke. Vazhdimësia e gjatë. E disa kushton? Shiko, po ta mendosh hol, ka një lloj vlere financiare, vjetore. Por është bërë pjesë e jetës, domethënë nuk njerëzit e konsiderojnë, e fusin te shpenzimet vjetore të tyre, të gjithë. Kam dëgjuar që nga ekspert sistemit bankar që arrihet deri aty kaq psikozë është bërë pjesa e ndërhyrjeve, pastaj dhe mirëmbajtjes, që merret deri në kredi bankare
për të paguar trajtimet apo ndërhyrjet. Po ti po bësh një statistikë të vogël dhe shikosh nëpër banka, të gjitha kanë subvencionim për ndërhyrje kirurgjikale estetike. Domethënë, jo vetëm këto fondet, por edhe bankat vetë. Është bërë pjesë e procesit. Shiko, nuk është se el në shpikëm ne. Domethënë ka ardhur nga jashtë. Në Angli gjithë me muajin tjetër do vi se kemi loni, na del loni për të marrë del kredia dhe do vi që të bëj këtë procedura që kur i planifikojnë. Domethënë, kjo është pjesë e atij formatit të sklav, punësh do të clever për çdo gjë, domethënë edhe luksi ajo që ti quhen, që ne e quajmë luks, për shembull mbajtja e vetes, dhe ajo është futur te pjesa e sistemit të pagesave vjetore që ti ke. Po këtu po flasim jo vetëm për atë stres, jo vetëm për ato stres shoqërisë meshkuj apo femra qofshin që punojnë në media apo që punojnë që punojnë në imazhin, në industrinë e imazhit. Flasim për njerëz që kanë punë të tjera që s'e kanë për ata që kanë profesion imazhin. Po flasim për njerëzit e përditshëm. Për njerëzit e përditshëm, ti bëj një xhiro. Bëj një xhiro në rrugë dhe shiko sa njerëz do shikosh të paprekur dhe të prekur. Domethënë, është gjëna që janë të dukshme, megjithatë kjo gjëja është e bukur që njerëzit kanë filluar dhe nuk po kërkojnë më ndërhyrjen që është e dukshme që bën bum, po kërkojnë mirëmbajtjen dhe atë që quhet self love, kujdes ose dashuri për veten, duke e pranuar veten për atë që je. Domethënë, mos jo të gjithë i kemi syt ose veshët ose hundën si filani ose si filani, por në versionin më i mirë i vetes tënde. Domethënë, ka filluar dhe kjo dhe po shkohet drejt kësaj, fal Zotit, por ato të cilat deri tani nuk kanë bërë këtë lloj, nuk kanë zgjedhur këtë lloj ekspertash që ofrojnë këtë qasje ndaj të bukurës. Ti shikon dhe po të shikosh në rrugë, po të numërosh 20 veta, 18 i ke një gjë të bërë. Një pyetje specifike. Më së shumti, sidomos në kohët e fundit, kërkesat janë për ndërhyrje, për kapërcime të mëdha, pra nga një set i caktuar i dukshmërisë që ato kanë, i bukurisë për të kaluar në ndryshime të dukshme, apo një pjesë e madhe e kërkesës ka për ndryshime graduale, pra njerëz që pranojnë që të kenë ndryshime të vogla, por që në afat gjatë të dërgojnë drejt rezultatit. Si kërkojnë më shumë, ndryshimin e shpejt apo ndryshimin gradual që është dhe më i qëndrueshëm në aspektin estetik? Në vetvete të gjithë duan ndryshimin e shpejt, jo të gjithë e pranojnë ama që ta kenë. Domethënë, dhe nëse personalisht unë dua një ndryshim të shpejt, nuk e pranoj dot që vetë të futem në thik. E kam të vështirë psikologjikisht ta pranoj që, domethënë për mua trupi është i shenjtë, unë vetë ta pres trupin tim, se ku di unë, syri im është njëri më i madh, njëri më i vogël apo një vetullo më lart, një vetullo më poshtë. Por ama unë gjej mënyra të tjera, për shembull, unë personalisht, po flas si paciente, unë si paciente, jo si njeriu që aplikon dhe ja bën të tjerëve. Dhe si këtë lloj mundësie ka një pjesë e madhe njerëzve, por pjesa tjetër, që është 50/50, zgjedhin ekspresin, dietë eksprese, medikamente për të rënë nga pesha shpejt, kirurgji për të hequr peshën e tepër, liposuction ose thithja e dhjamit, mbushja e pjesëve të cilat ty të mungon pak volumi në kirurgji. Futesh në sallë, e merr dhjamin që këtu e fut aty, e rregullon, e sistemon dhe kirurgjia është kthyer prapë në modë. Nëse ishte në 90-ën fuqishëm, pati një rënje, fuqishëm fare. Çfarë njerëzit po zgjedhin ata ekspresi? Çfarë duhet të ketë parasysh dikush që ka ndarë mendjen për ta bërë këtë gjë? Të zgjedhë ekspertin e dur. Vetëm mos shkoj dorë në dorë. Mos zgjedhë thjesht, mos të niset vetëm nga çmimi. Kjo është vetëm një gjë të ruajmë veten, nuk është puna se domethënë sado që ua themi dhe njerëzve këtë, se ne jemi brenda të kjo fushë dhe shohim dhe çfarë nuk shohim. Dhe çfarë nuk dëgjojmë, por ideja është që të pyesësh mirë se ku do shkosh, te personi i cili do marrë përsipër trupin dhe jetën tënde, se të ke jetën aty brenda. Të jetë dikush që ka kredenciale të paktën dhe të ketë një referencë, Cilat janë trendet e reja e disa? Trendet e reja. Si vjet trendi më i madh në pjesën e personave të cilët kërkojnë bukurinë natyrale, trendi më i madh janë biostimulantët. Një nga më të fortët, më të fuqishmit, sot për sot në treg në botë, janë kategoria e polideksanoneve jumper. Jumperat për shembull janë biostimulantë shumë të fuqishëm që bëjnë rigjenerim, riparim, ngritje të strukturave muskulare, nuk punojnë vetëm sipërfaqen, punojnë edhe një shtres më poshtë. Nëse ne bijem në strukturë me kalimin e viteve, me jumperin ti rregullon jo vetëm pjesën jashtë, po dhe shtresën e dytë, le të themi, dhe ato që quhen ligamentet ose skelat e lëkurës. Pastaj nëse do kirurgji dhe diçka më thellë, hyn dhe pak më thellë për të bërë gjëra të tjera. Por jumper e bëjnë të gjitha moshat? Të gjitha moshat. Të gjitha moshat është
domethënë ne kemi një shprehje që e themi pak për të qeshur. Dhe kemi fjalën kur themi në momentin që ti fillon jumperin atë mosh do ngelesh. Kështu që sa më shpejt ta kapësh aq më shpejt e fiton atë gjë. Ka ndonjë efekt ansor ose potencialisht? Absolutisht, asnjë efekt ansor, maksimumi dhe nëse dikush nga ne që aplikon bëjmë gabim, do ta tresi trupi brenda 60 ditëve, nuk është më aty. Nuk ka fare asnjë lloj risku. Pra, është kolagjen që ta kuptojmë më thjesht? Nuk është kolagjen, është sutur, qepje, nga sutura me cilën qepim zorrën, zemrën, organet të cilat janë në lëvizje gjithkohës, që duhet të rri kohë të gjatë, që trupit i duhet kohë e gjatë që ta tresi, por ndërkohë të ketë fuqi që të riparojë dhe të rigjenerojë atë zonën e dëmtuar. Në këtë rast e kam përdorur në pjesën estetike, e përdorin në fytyrë për shembull, dhe morën atë suturën që qepej zemra zorra, e krijuan një formë në formë suste dhe ta vendosën anatomikisht siç duhet mbi ligamentet, i bën lifting. Domethënë një mini lifting pa që nevojë aty në sallë, e përfiton, e bën shumë kollaj me jumper përgjysore dhe ikën në shtëpi. Do të thënë që ka kjo fast, shpejt edhe që ka nuk është natural. Lamtomir botox, lamtomir filler për rrudhë. Lamtomir asnjë nga këtyre procedurave nga që sapo më the, por ne ulim masën e tyre. Ta thash në fillim që bën eksperimente deri nga mosha 25-27, jo se ka të bëjë me moshën apo me mendsinë. Nuk ka lidhje fare me atë. Ajo ka të bëjë me faktin e thjeshtë që mbas asaj moshe na fillon elastoza, elastina dhe kolagjeni nuk prodhohet më me atë sasi dhe filloi lëkura lëshohet dhe duke futur ti shumë volumi do fitoj rëndesa në fund fare, graviteti. Do varesh më shumë, domethënë ti të dukesh më e fryrë dhe më e varur, nuk të dukesh më bukur, se nuk rrin me gjërat aty ku ti vendos. Ky është problemi që themi deri aq mund të eksperimentosh. Pastaj hiq dorë, kthehom në natyral. Do të thënë, pjesa e jumperit mund konsiderohet mirëmbajtje, po interesohem unë, e kupton se mund të jetë për vete. E kam kaluar 40 vjet. E kupton? Më duket se faqja është për të dy gjinit, për të interesohen edhe unë. Shumë meshkuj ka që e bëjnë jumperin sepse nuk e alternon fare, nuk e ndryshon. A shef pra? Prandaj preferojnë shumë meshkujt. Një pyetje për zhvillimet, jo vetëm në Shqipëri, po në përgjithësi për fushën tuaj, për të mjekësisë. Sa shumë zhvillim po ka, sidomos dekat në fundit, pasi po lexojmë që edhe në aspektin ekonomik, por në aspektin e zhvillimit teknologjik, po ka gjithmonë më shumë shpike të reja në të mirë, në të ndihmë të pacientit. Shiko, ky është mendimi im personal. Domethënë pas atyre kërkimeve që bëj unë për punën time, domethënë këtë nuk e them si statistikë botërore, por e them si një opinion timin, bazuar në atë çfarë unë di nga puna ime e përditshme. Në një shpikje madhe nuk është bërë. Qofse klasin për lazera, janë lazera të cilët bëjnë epilimin, heqja e qimeve. Qofse klasin për lazera që dëmtojnë lëkurën, është over and over njëta teknologji, po që e updateojnë, jo ishte mikro, u bën nano, domethënë mos ta komplikoj shumë. Lazerat diod, kategoritë e diodave, të lazerave për shembull, të cilat punoheshin nga jashtë lëkurës, tani po punojnë nga brenda lëkurës, edhe radiofrekuenca 3 nuk ka ndonjë gjë që të thuash që kjo bëri ndryshimin nga këtu akoma. Po punohet shumë me pjesën e suplementeve, të cilat stimulojnë jetëgjatësinë, stimulojnë jo jetëgjatësinë në vite, po flasim për jetëgjatësinë e qelizës, ato ne plakemi se na shkurtohen telomeret. Po, domethënë, po ecën shkenca drejt atyre suplementimit të këtyre proceseve metabolik qelizor, që të mos ndodhin më këto shkurtimet e telomereve etj, shumë procese të tjerë tani mos. Pra përmirësimi i shëndetit ose mbajtja e shëndetit. Domethënë, e bukur apo kombinohet me atë që është shëndetshme. Dhe kjo është gjëja më e mirë. Domethënë, e shikoni këtë si trend vetëm momental apo ky është orientimi që do marrë gjithë? Ky është orientimi, për mendimin im është ky është orientimi dhe kjo është ardhmja. Sa janë të informuar, kryesisht të rinjt për pjesën e mirëmbajtjes, me qëllim që të mos shkojnë direkte tek buzët e fryra apo tek këto ndërhyrjet. Buzët e fryra janë ekstreme. Buzët e fryra nuk është aty të ndryshojnë jetën apo për diçka. Buzët e fryra janë njëherë bëra flokët bjonde, njëherë bëra të kuqe. Rregullohen, domethënë për ata që kanë bërë kështu, për ata që kanë bërë kështu e kanë zgjidhjen. Ekziston një enzim që ua heq për 3 orë deri në 7 ditë ka ikur çdo gjë që është aty. Domethënë këto janë më shumë eksperimente. Lajmi i mirë për gjitha ju që po e dëgjoni këtë dhe që e keni problem. Kush janë mëzitur buzët e trasha, i bën prapë të holla, i mban ca kohë. Doktoresha në Tiranë është, kështu që ju mund të drejtoni. Po ju them në gjë të re se besoj e din, nuk është enzima ka. Të kam thënë që duhet i bë. Do më lën takimin se s'bën. Po ta lëm paketë, jo vetëm për atë. Po kemi dhe paketa shumë interesante. Unë punoj në televizion, nuk më lejohet. Për exagjerim. Do punoj me jumper, po super. Okej. Ose ta bëj në periudhën e gushtit që kam leje.
Kështu që Bën trajnime edhe jashtë? po, shumë. Me pjesën sidomos me pjesën e jumperit, po. Është një nga ka një 2 vjet, 2 vitet e fundit që jam marrë shumë me këtë pjesë dhe kam dhe qef në fakt. Dhe është një pjesë interesante e karrierës. Kanë interes edhe mjekët andej për këtë gjë? Po. Kanë shumë interes të gjithë. Shiko, ky është një biznes në vetvete dhe është një biznes fitimprurës. Nuk është se në momentin kur ti do të bësh ndarjen nga grupi, nga çan tjerë, po e bëjnë gjithë. S'ka ngel njëri pa e bërë. Në gjithë botën, nuk po flas në Shqipëri. Domethënë ka për një mungesë legjislacioni ose për një gap të legjislacionit, i cili në një farë mënyrë bën ndarjen e bën dhe koha, nuk është puna se do vazhdoj kështu gjatë. Kjo i lejohet gjithëve që ta bëjnë, sidomos në Angli për shembull, në Angli e bën kush të doj. Ti do të je gazetare nesër të marrësh një shiring edhe të çpoj këtë kush dali para. Në fakt sa do e pyesja për dy gjëra që mendojnë në aspektin e përditshëm interesante. E para, sa mendon se është rritur konkurenca mes jush, pra mes mjekëve që më ushtroni këtë do të them industri. Se këtë gjë ma thon se ta ndërpreva fjalën, po këtë ma thon të gjithë. Dhe unë besoj në diçka si në të gjitha fushat e jetës. Është si thua sa është konkurenca se si vjet lindën ku diun se unë në brezin tim kisha 200.000 vajza, sa është rrit konkurenca kush do marri burr. Domethënë, secili ka rrezikun e vet. Dhe secili ka ndjeksat e vet dhe ka energjinë e vet që jep dhe ka domethënë është marrëdhënie e secilit nga ne për të ndërtuar një klientel X ose Y. Gjithmonë flasim për klinikat vogla, në të cilat i ke mundësinë që të krijosh një klientel face to face. Pastaj në përbot ke dhe baret, siç është nail bar, ke lip bar, botox bar, jumper bar, që ti shkon pi kafe, bën edhe nga një botox? Bën vetëm atë procedurën edhe ikën mirëpafshim, nuk të flet njëri, plotson ato letrat, firmos edhe po flasim për ne jemi akoma tek ky nivel që kemi atë pjesën personale me pacientin. Biznesi vogël, biznesi vogël dhe face to face, domethënë. Do iki kjo gjë. Sa i lidhur është klienti, pra, sepse na duket tendenca sikur një klient do patjetër atë doktoreshën ta shohi, ta preki atë që do i kryej. Është si psikologu, besoj unë. Fiksi psikologu, ndërkohë që në një klinik më të madhe ku nuk është drejtuesi kryesor ai i cili e trajton këtë pacient, njerëzit sikur stepen disi, është e vërtetë? Është me çështje kulturës. Për shembull, kultura jon do të bëjë dhe mohabet kur e bën atë gjë. Por do të psikologun pra. Do të psikologun, por ka dhe plot për shembull nga Azia, koreanët, japonezët nuk flet njëri me njëri, shkojnë bëjnë punën dhe mirupafshim ikin. Kurse po këtë gjë e kam vënë me gjithë pjesën e Europës, pjesa jon e Europës, nuk po flas për Gjermaninë apo ku diun, ndoshta gjermanët nuk flasin, megjithëse ne na vin pacient gjerman këtu që çfarë na tregojnë, por ideja është tek çfarë dëshiron secili, histori interesante. Nga pacientët gjermanë të gjitha. Për shembull, një histori interesante, ishte me një paciente që kishte vendosur në fund që të blente një shtëpi në Sarandë dhe të jetonte në Shqipëri. Gjermane. Edhe erdhi, u prezantuam herën e parë, bëri një procedurë të vogël, paksa për më shumë sikur na testoi kush ishim, vetëm kur u kthye herën tjetër pas disa muajve, një viti se mbaj mend, verën tjetër, edhe erdhi dhe tha, "A jam bërë shqiptar?" Edhe gjën e parë që pyeti, "Keni abonime ju këtu, tha tani që jam shqiptar." Për çfarë do bënte? Nuk e di, mendonte se po ta abonoi, do kishte ndonjë benefit ekstra, nuk e di. Po ndoshta përfitonte ulje, po bënte që ka bërë tamam shqiptare. Tamam. Donte të kursente. Gjerman kursej më shumë se ne, por se shqiptarët sa kanë pyetur kur dhe gjatë mua. Pikërisht ky është pyetja që doja t'i bëja. Nga gjithë klientela dhe ju keni klient, jo vetëm shqiptar, keni klient nga disa komsi të ndryshme në Shqipëri. Kush janë më, thonë se dorë shtrënguarit dhe dorë lëshuarit? Pra kush pyet dhe hyn në negocime deri në detaj dhe kush thot sa kushton kjo, kaq vetëm a bëj? Nuk ka një, domethënë nuk kam vënë dot një, ta them në mënyrë statistikore që nga ky vend apo kjo është individuale, po po moshat? Janë mosha të cilat për shembull të rinjt, ndoshta për shkak se kanë pak të ardhura. Të rinj gjëra të vogla, maksimumi buze, në një gjë të vogël bëjnë, nuk është se bëjnë procedurat çdo muaj apo që të bëjnë mirëmbajtje vjetore etj. Nuk i kanë këto gjërat. Ne flasim gjithmonë për ata që kanë nevojë për këto procedura, se nuk kanë nevojë të rinj, me të drejtën. Po, mbi 40, mbi 50 janë ata që
Pyesin më shumë për çmimin? 8.35 për çmimin pyesin varet nga çfarë gjendje ekonomike janë njerëzit, se çka kam vënë edhe këtë ta them për të gjitha racat, të gjithë botën që un kam takuar, që kush e ka mundësinë për t'i bërë këto gjëra nuk e diskuton fare. Domethënë mjafton që të jenë të kënaqur me rezultatin. Nuk është më, domethënë është bërë një mënyrë jetese, është bërë pjesë, si më thënë, që un abonohem palestër. Pra kërkoj abonim Gjerman. Pra në një farë mënyre edhe këtu në Shqipëri ka edhe shumë shqiptarë që thonë se e buxhetojnë, pra, E buxhetojnë, po. si pjesë shpenzimeve të tyre mujore ose vjetore dhe këtë pjesë. Planifikojnë edhe këtë pjesë. Planifikojnë këtë pjesë. Një mirëmbajtje, unë kuptoj që njerëz të ndryshëm mund të kenë nevoja të ndryshme. Po. Sepse varet nga specifika, nga problematika. Po në një mesatare, doktoresha, sa duhet të buxhetosh? Qoftë edhe për baziket. Nga 100.000 lekë në vit deri 200-300 maksimumi. Domethënë 100 që është një bazë e mirë. Po flasim për lekë të reja gjithmonë, që ta kuptoj dhe publiku. 1 milion lekë vjetra. Nga 1 milion deri në 3 milion lekë vjetra. Vjetore gjithmonë. Vjetore. Për mirëmbajtjen. Për mirëmbajtjen. Varet nga çka ke nevojë, domethënë se po flas face and body, fytyrë dhe trup. Qoftë është vetëm fytyrë, je diku te 1.000-1.500, domethënë 1 milion e gjys. Pjesën tjetër ka trupi, se fillon celuliti, vera. I lën Kultura ushqimeve etj, domethënë. Kultura jonë është që të trajtojmë gjatë gjithë vitit pjesa dërmuese kliente, apo i lën si punë palestrës që 2 muajt e fundit do bëjmë trupin e verës të gjithë lëshohet. Jemi gjithë para verës, para vitit të ri, e kështu me festa. Pra kemi 2 blloqe, para verës dhe para fund vitit, para vitit të ri. Ti kaposhën e vitit të ri nuk e hake në shtëpi, që nge duke punuar. Edhe në 31 puni. Deri ora 5-6 mas ditë. Ka shumë kërkesë ka që dalin bukur ka darka vitit të ri. Vaniteti çfarë thash? Ku pritet, ku e parashikon se do të jetë ardhmja e industrisë së mjekësisë estetike? Ku do shkojmë? Longevity tek kategoria e mirëmbajtjes nga brenda jashtë. Kjo jetë gjatësia, pra një jetë gjatësi e shëndetshme, le të themi. Kjo është ardhmja. Janë shqiptarët inovator në sensin që ndjekim ne të tjerët shpejt e shpejt, apo unë do të them diçka për shqiptarët, ta ndërpreva bisedën, por në Shqipëri, në klinikat në Shqipëri, shumë klinika ti gjen aparatura të cilat në Amerikë mund t'i gjesh vetëm 2-3 vende. Këtu i gjen lagje. Domethënë shqiptarët janë shumë të updateuar për sa i përket teknologjisë së re, teknikave të reja, produkteve të reja. E duan shqiptarët domethënë bëj shaka kur them ashtu jemi pak majmun, por ne na pëlqen e bukura. E fakt kemi edhe në veshje, po ta shikosh domethënë i kem më casual në vendet e Europës, edhe në jetën e përditshme. Ne shpeshherë qeshim që kemi akoma takat e këto, po është pavarësisht se ndonjëherë bëhet qesharake, por është një tendencë që tregon që e për një kujdes. Veshë sot. Po pengova 2 herë, vajte hoq. Se unë jam londineze, nuk jam londineze, por nuk e di pse kam unë vrapsi. Ja, për te hallit takave që keni ju vajzat që unë nuk e kam njohur dhe shpresoj të mos ta njoh ndonjëherë si hall. Provoj një herë. Absolutisht jo. Dikur se kam pasur hall ecja. Absolutisht jo. Edhe tek meshkujt kjo në Shqipëri, shoqëzohet në pikë është futur kjo kultura e estetikës, qoftë edhe në veshje apo edhe në pamje, dhe kjo është gjë e mirë, dhe është e vërtetë në krahasimisht me shumë kultura tjera edhe kontinentit. Unë besoj edhe një gjë me masë çdo gjë, sepse shohim ndonjëherë që kalon në ekstrem. Do të shohim disa meshkuj të gati si femra. Kjo tani është egzageruar, është çdo gjë egzageruar. Siç themi për shembull për mollzat, për buzët egzageruara, dhe kjo tani kalon në ekstremin tjetër. Aurora, po të ndërpres bisedën dhe po të them gjëra që të gjithë ne i dimë. Ne për pak tërë bota ndryshoi, futi një emër tjetër, nuk po merremi për emër tjetër, s'po merret vesh me hishi it. Kush e ti? Mami im ngatroi kur ishim ne të vegjël na triste. Ti Sirisën tele ne, kush je ti? Edhe ne u gjithë bota, kush je ti? Domethënë punë e madhe se po vishen çika ashtu, rëndësi ka të jenë të kuruar, të pastër, higjiena të jetë e mirë etj. Pastaj moda është më hope. Eksakt. Por amane e kemi qef si shqiptar, si kulturë shqiptar, jo vetëm pjesën estetikës, se ekstremizmin e kemi qef në çdo lloj fushë. Balenciaga.
Direkt, aty patjetër, ne duam patjetër, edhe pse nuk e kuptojmë as po ti pyes së shumicën ore pronari apo autori kur e ka lënë si, kush ka qenë ideja, kush është historia mbrapa kompanisë, asnjë nuk ka iden fare, rëndësika që e ka të vënë këtu. Sepse a shihen zakonisht veshjet, makina janë parë gjithmonë si status. A shihen edhe mirëmbajtja apo ndërhyrjet estetike status? Është Pjesë e paketës është. Është pjesë e paketës. Ti kur shikon dikë kështu? E kjo ka dhe një logjik në mes, domethënë se cili nga ne është një formë e vlerësimit vetes, sepse ka disa arsye pse njerëzit i bëjnë të gjitha këto gjërat, por ka dhe disa arsye pse njerëzit shkojnë në shkollë. Ka nga ata që s'kan nevojë të shkojnë në shkollë, ka nga ata që shkojnë se e duan shkollën, ka nga ata që shkojnë se, domethënë po ta marrësh kështu është në çdo fushë tjetës, siç është mbajtja e vetes apo është varet ka arsyeja pse ti e nis dhe e bën një gjë, por sa më organike të jetë arsyeja nga mbrapa bërjes së asaj gjëja është më e bukur del ajo gjëja. Domethënë nëse ti e bën përse do veten tënde, do ta mbash etj, domethënë kur ajo gjë aty të buron organikisht për mirë dhe për veten tënde, jo për opinionin rreth rrotull, rezultati është fantastik. Është fantastik. Ti shikon, nuk e beson dot kur thot jam 47 vjeç, ti thon what the heck. Domethënë trupi, fytyra, veshja, çdo gjë. Kjo është për mua, kjo është e gjithë ideja e kësaj. Në fund, nëse do jepi një këshill për gjithë ata që na dëgjojnë, çfarë duhet të kenë parasysh? Ta duan veten dhe ta kujdesin veten. Në çfarëdo lloj mënyre apo forme që ata vendosin që ta kenë idenë e mirëmbajtjes apo bërjen e mirëmbajtjes tyre, ta bëjnë gjithmonë me dashuri. Kaq. Ergis, duhet vetëm trajtohet me dashuri. Po unë sa Fillo jumperat. Sa të mbyllim podcastin direkt me doktoreshën, direkt paketë në ofertave. Unë do shikoj. Nuk ju thashë gjën e re. E dua abonim vjetor. Abonim vjetor. Abonim vjetor. Gjermania. Gjermania abonim. Do abonim vjetor. Më bëri të mendohem atë, se nuk ju thash dhe më të bukurën e këtij viti, 2 viteve të fundit më saktë, domethënë bumi në mjekësinë estetike në këto 2 vitet e fundit në pjesën jo invazive, gjithmonë jo kirurgjikale, se në pjesën kirurgjikale është me dhjam. Është zhvillimi apo mbushja e augmentimi i viteve. Me acid hialuronik. Ha sa më shumë? Se pastaj shkon se ta heqin këtu dhe ta vënë atje. Ajo është me kirurgji, jo kirurgjikale, është me acid hialuronik me filler. Domethënë, ti plotson se ku të mungojnë mungojnë që si vjet do ketë një gocë që do ketë vite jo të bukur në Shqipëri. Ashtu ë? Ama është procedurë fantastike, del shumë bukur dhe është ekspres. Do të kot lodhem në palestër. Nuk ka efekt anësor, kot lodhem në palestër on. Që marr serioz. E shikon sa prapa mbetur që ka zgjidhje më të reja. Këto quhen tamam si ato ndihmësat e babagjyshi. Jo po, interesant fakti që edhe pa kirurgji, tashme mund nëse kirurgjia ishte në një mini barierë që e mendonin 2 herë se thonin do hyn sik. Tani do kishte shenjat e tjera. Tani do hysh në gjilbër. Pas një ore. Nuk trem sa thika. Pas një ore. Del kështu. Brenda ditës mbas një ore. Pas një ore. Oh, po që nga Ergis. Jo Ergis, jo vajzat. Jo, Ergis vajzat. Kushdo që ta ndjej dëshirën, jo vetëm vajzat, se mos bëhemi njerëz që paragjikojnë. Faleminderit, jo. Nuk kategorizojmë. Jo. Po ke trajtimet estetike për fytyrën dhe për jetë gjatësinë, po aty absolutisht kushdo, unë jam ndër ato që dua të jetoj gjatë dhe dua të jetoj mirë, kështu që shëndetshëm. Ta kam lexuar një logo, një slogan shumë të bukur te një nga këto kompanitë që bëjnë këto produkte e suplementeve dhe thoshte ne i shtojmë vite jetës tuaj dhe i shtojmë jetë viteve tuaja. Domethënë pëlqeu aq shumë. Po. Lojra e fjalë, lojra e fjalëve. Sepse domethënë ne i shtojmë viteve të tuaja, i shtojmë jetë. Ke parasysh? Dhe jetës i shtojmë vite. Domethënë edhe vitet jetë dhe cilësore gjëja, domethënë se sa më i shëndetshëm të jetë. E thënë shkurt, jo thjesht jeto gjatë, po jeto mirë, e shëndetshëm. Jeto bukur. Jeto bukur, eksakt. Jeto bukur. Domethënë në ver do kemi vajza të mirëmbajtura, vajza me vitje të bukura. Po. Për te atyre gjërave pasaj që janë specifike në bazë të moshës apo dëshirave, apo buxhetit. Pikërisht, gjitha bashkë. Doktoresha, ishte kënaqësi që të kishim në Money Hour, që nisëm së bashku. Mendova që kjo ishte një gjë komplikuar, po unë do vazhdoj të bëj podcast.
Jemi të flasim prapë nëse do vi vera, do vinë ca filmime, dhe do fillojmë do themi, kjo tani i ka të bëra, apo i ka origjinale, se do jetë tema apo i ka me palestër. Shumë e bukur kjo. Do i marrim që nga VIP-a deri te njerëzit. Jo, Po, do jetë dhe temë interesante kjo analizë, sepse do shikojmë pastaj në fund fare se sa vërtet i kanë origjinale, me punë në palestër, apo me zgjidhje kirurgjikale ose zgjidhje estetike le të themi përgjithësi. Atë që kemë raportin. Ata që point finger. E disa kënaqësi që të kishim edhe shumë faleminderit që isha në Money Hour. Faleminderit që më ftuat, ishte kënaqësi. Jemi Të dashur miq, faleminderit. Do shihemi në emisionin e radhës, do të kemi të tjerë të ftuar interesant. Apo Jorgis? Patjetër, vetëm të ftuar interesant, na lutem na ndiqni për herë. Mirupafshim.